Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Po flas kështu pak me të ulët, sepse po flem atjes. Edhe më shikoni edhe errësirë, sepse është drita këtu mbas, por nuk është se bën shumë dritë, sepse është dritë gjumi. Edhe tani do dalim, siç edhe shikoni që jam bërë gati, kam veshur bluzën kështu, do të rregoj këto pantallonat i bëva në Shqipëri, por kur i mora isha pak me shëndosh. Edhe tani shikoni, tani më bjen dhe duen rrip, por nuk panon se ne vendos rripat, se kisha një qese komplet vetëm me rripa, por nuk e di, ai kam këtu, ai kam lart në verand, nuk e di. Edhe tani do lyj vetëm buzët, sepse kështu jam lyer. Edhe do dalim, nuk e di se nga do vemi, por di që do dalim. Se ku do vemi, nuk e kam vendosur. Nuk e kemi vendosur, jo nuk e kam vendosur. Sepse do dalim bashkë me Andrian edhe me Matias. Edhe më duket po ngrihet. E ka këtë gjumin Matias, nuk di çfarë të them. E ka shumë, fle 2 minuta, 10 minuta, ngrihet. Edhe nuk e di da kombinoj këtë lapsin e Anajsit 311 me këtë lipstikun e Essence, që është super i kuq, por do ta vendos vetëm në qendrën e buzës dhe jo në të gjithë buzën. Por do dalim edhe dua të marr një robot, por nuk e di, nuk jam e sigurt akoma. Do të thënë që të lexoj shumë, të shikoj shumë, edhe pasaj të marr, që mos të marr diçka kot. Dhe bëra konturin me lapsin dhe vazhdoj me këtë lipstikun vetëm këto. Edhe i konturojmë edhe pak këto. Do vesh edhe gjaketën nga lart. Edhe ja, mbaruam. Dhe po ja tregoj dhe juve. Ne po mendoj të vesh këtë, do veshja palton, por mendova të vesh të gjaketën, se një 3 herë kam veshur. Prandaj edhe të mban super ngrohtë kjo, në qendër tregtare do vemi, kështu prap se prap kjo do hiqet. Dhe nuk e di ta mbaj mbërthyer apo ta mbaj stërthyer. Unë di që për të ngrënë me zopres të ha drekën, kjo këtu s'pas ka gjepa, por edhe kështu duket mirë, por kështu sikur duket më bukur. Kështu tani edhe dalim, po të rregoj edhe këto xhinset që thash që më rrin të mëdha, duken si fles tani, por s'kam ç'ti bëj. Edhe kur i bleva atje më tha mua ajo goca të duhet ka masa lë. Edhe unë aq u troma, thash kaq. E shëndosh jam. Domethënë unë kam vajtur pothuajse në peshën time 50 kg isha më përpara se të isha shtatzan, dhe tani jam 52. Tani fix, nuk e di, po kur jam peshuar para një jave isha 52. Tani se kam rënë. Se kam shtuar, por e sigurt kam rënë. Se nuk është se po ha shumë.
duhet të ha, por sepse jam me zhi edhe që jam djalit edhe po më lidhet stomaku edhe nuk më hahet, jo se nuk dua të ha, por s'kam çfarë të bëj, po t'rregoj këto edhe po ikim se në vajti vonde, po vdes për të ngrënë. Unë e kam vetë ora 12:30, dua të ha. Kështu. Tani po t'rregoj komplet veshjen edhe po ikim. Ja, si janë këto pantallona, shkoni si më rrin si thes. Më rrin si thes. Por duhet i vendos një rrip, por nuk po i gjeja edhe kështu ikim tani. Jam lënë këtu errësirë vetëm me këto sepse Matias i pëlqen errësira për të fit gjumë. Ako është këtu mbas dashuria ime vogël. Kështu ikim tani. E tani dolëm, po rregullova sistemova në bëra njëri. Edhe kam dalë tani edhe do ndoroj një dy rroba të Matias sepse ishte marrë dikush edhe rrinë të më thonë të mbaja edhe do ndoroj dhe Matias nuk po qëndron aty në katolc, po qanë e një gjënë. Edhe tani do shikoj çfarë mund të marr. Sa po erdëm, po ishte se po plas. Sa çova Matias në krevat sepse zuri gjumi, shqyr, edhe zuri gjumi sa hynë në makinë. E zë gjumi i pëlqen ka shumë, duket i pëlqen ka makina të eci. Edhe kështu po e t'rregoj tani se çfarë morëm. Janë dhe dyqese akoma poshtë, sepse janë akoma në makinë, duket ai mori Andrej latë poshtë, nuk e di. Nuk më mend se jam super e lodhur. Kështu po e t'rregoj pak shpejt këto që morëm. Këto që kam këtu tani, sepse të tjerat janë poshtë, si që ju thashu, duke që jam e lodhur, jam super e lodhur. E di që tani këtu në kamerë, unë përvërej këtë pjesën këtu që duket e pa bërë dhe këtë janë e bërë. Kështu më kanë kapa tje, s'kam çfarë të bëj, kështu më kanë lyer, do t'i lyj vetë, se nuk më pëlqejnë se si më kanë shkarkuar. Po lë pak këtë xhaketën këtu. Edhe po t'rregoj se çfarë morëm. Si fillim po t'rregoj një orë këtë Matias. Nuk e të morëm një të kush e di, por të ja t'rregoj. Atëherë ishte ky badi kështu i thjesht, edhe këtë morëm. Edhe një badi kështu tani janë me ulje gjëra. Edhe është nga 8 euro minus 50% ulje, 4 euro 3,99. Atëherë, morëm, shpenzon sa lek sot. Edhe ja morëm këtë që është 3 në 1, por nuk e di se si do jetë. Se më duhet edhe për Matias, do më thonë kur të filloj ushqimin, edhe më duhesh. Kam 2, por një kam të Arjete dhe një nuk e di së çfarë firme është. Edhe sa kam shkëlqen ky balli, po ma shpik. Edhe janë shumë të mdaja. Do me thonë kur gri këtë qepën ose kur bëj disa gjëra që më duhen praktike që t'i bëj shpejt, nuk se kisha një mikser të arva të thosha, kisha një mikser të vogël, por e theu Andrea edhe to 2 mikserat që kam të tjerë janë super të mëdha dhe nuk janë fare praktike. Edhe prandaj mora këtë kështu të vogla, ta hap të shikoj të më thënë sa e vogël do jetë, se nuk e di sa e vogël është. Edhe në shalat jetë vogël më thënë që okej, kjo është në rregull. Ja, kështu.
kuptoj si bëjmë këto spinat ka të gjëra. Nuk ka rriti kuptoj. Është edhe kjo që bën blender, po më kujtonë çfarë quhet kjo, domethënë. Kjo gjëja këtu. Edhe tani po i tregoj këtë më kryesore që morëm. Për çfarë e morëm, domethënë. Këtë çfarë është? Ky është ajo që rre. Besoj se ta përdor asnjëherë. Se është ajo që rrezot edhe nuk besoj që të futet në fund. Okej, kjo që në ka mirë. Nga që kam pas edhe ato tjetërën, po ka qishte. Edhe janë shumë praktike të vogla. Këto që në dhanë, po të nuk janë fare praktike. Janë aty në rrinë kot, zënë të ratë dhëmë kot. Do të është përdorën 2 herë në ditë dhe kaq. Okej. Ajo që ka pasurën ishte shumë i mirë, dhe më thënë kishte një lik këto, kishte edhe një pak më lartë edhe ishte shumë i mirë, kjo nuk e di se mirë do jetë. Edhe vendosim edhe këtë që këto. Nëse së shumë, okej. Por rëndësi ka që është praktike e vogël. Edhe ka këtë gradim në duket këtu. Po, edhe është me gradim nga 300 deri në 15. Do ta kisha ndezur tani, shumë e mirë është. Do ta kisha ndezur tani, por po ke Matias edhe ka vajt dhe ora për të pyrë në fakt. Por morëm edhe këtë gjigande këtu tani, po se ku do ta vendosim. Nuk e di ku do ta vendosim këto. Por rëndësi ka që na duhet kjo tani, sepse i bën ushqime më të shijshme edhe më shpejt. E sa të merë në kjo me urën, më kështu, edhe kjo besoj mbas të i bën edhe më, nuk e di më të shijshme, pas me qatate dhe di që i bën super të mira. Atëherë bëke pizza këtu, me që po shikoj, bën mish, bën salqiqe, bën peshk, bën karkaleca, bën fileto pule, ëmbëlsira, nuk e dija i bën vërtet apo jo, do ta provojmë. Edhe okej, këtë nuk po hap, vetëm thjesht ja bëva kështu. Bëka shumë gjëra tani, nuk e di se si funksionon, nuk e di se si punon. Kur ta vendosim në punë, do ja tregoj. Dhe kemi tjetër më dhe disa ëmbëlsira. Nga këto kështu të voglat, atë tregoj. Njëra na pas ka rënë. Okej, ja. Në këto kështu se mos na bien. Atëherë do thoshti për që i ke marrë kaq shumë. I ka marrë sepse unë këto i hap çdo mëngjes. Do me thënë marrë një herë në javë, nga 2, edhe mëngjes hana 2 copë. Marrë 2 herë në javë, se thash, u bralemesh, marrë një herë në javë, do shtonë ose dielës edhe i kam për gjatë javës, do me thënë, edhe hana një në mëngjes. Sepse Matias nuk me la, do me thënë që të gatuaj ose të merrem me diçka, edhe prandaj. Edhe punët gjithmonë i bëjmë natën tani, nuk i bëjmë më ditën. Kështu dhe tani, çfarë morëm tjetër? Morëm 2 çaj. Çaj im i preferuar që është ky me trëndafil. Dhe tjetër. Atëherë ato qeset e tjera janë në poshtë. Kam marrë një qese për plerat. Që
Çfarë shpingjyra këtu? Red Bull. S'di ku t'i lasani. Një vanish për rrobat e bardha. Po i hapa ndeta këti. Edhe një këshuamita të madhe. Faner. Unë këtë e marrë sepse më pëlqen shumë se është me ananas. Edhe tani janë dhe 2 qese tjera poshtë, mora filxhan, mora 2 kupa për të hedhur një krip, një sheqer, për u vendova për njërën. Pra të sheqeri që i mora, do më thënë të dyja njësoj, mund ta kisha marrë ndryshe. Edhe nuk e di pse mora ashtu. Tani do vazhdoj të sistemoj këto gjërat, këtë air fryer, këtë që këtu këti, nuk e di ku do ta vendosim. Duhet të marrë dhe një mikroval nesër, edhe po është shumë e madhe. Edhe po mendoj që ti të më ndres më bëj, edhe Andrea ka menduar më përpara këtë gjë dhe më ka thënë që këtu te kuzhina të bëjmë një raft tjetër, një kanat tjetër, shtesë për këtu lartë, do më thënë tek aspiratori, sepse nuk kemi ku fusim gjërat. Edhe kështu, duhet të hapim një vend këtu, dhe duhet të hapim, të është plot, komplet kuzhina është plot, por na duhet një vend tani. Kështu, edhe po vazhdoj të heq këto, as nuk e pash, do me thënë, okej, 3 muaj, mirë është se ka dhe, por pak më vonë, me thënë aq i bie për 1 muaj, pak më vonë, po marrë një gëshër, sepse këto nuk i qenë kështu me dorë. Edhe do t'i vendos për të larë sot Matia, se kam dhe disa rroba për të larë. Po super u lodha sot. Super u lodha. Sa i mbyllin këto, sikur nuk do t'i hapim ne. Po ja fus komplet këto edhe. Ja privadin e i kojo qesja. Ishte për moshën e Matias tani që është 62 cm. Edhe është mirë, pëlqen shumë materiali i kësaj firmës, janë shumë të mira. Edhe tani këto do t'i vendos në tualet. Po ish këto qeset e plera dhe okej, janë të këto për t'u larë. Ua, shumë i lodhur për darkë, nuk e di se çfarë do bëj, por po mendoj të testoj këta. E gjeta. Kam disa kalcone, do më thënë gjëra kështu aty, edhe do t'i vendos, edhe do t'i bëj. Kështu, heqim to rëmuja dhe do i hap sërish më vonë kur të provojmë edhe këtë air fryer. Kur të provojmë edhe këtë miken tonë të re. Atëherë për robot pash. Por nuk më mbushet mendja, nuk e di se kur do më mbushet mendja që ta blej. Nuk e di pse, por më pëlqeu njëri ishte 540, 50, diçka e tillë, por nuk e di, do shkoj, domethënë disa review të asaj firmës, se unë nuk përveç në këto elektroshtëpiaket fare. Edhe do shikoj domethënë se si disa review janë të mira apo jo. Edhe pash edhe një tjetër që ishte 300 euro. Edhe do shikoj domethënë të pyes edhe chatit çfarë e dëgjoni ti çfarën e dashurisë time, u ngrita gjumi. Atëherë do pyes chatin domethënë se do ikë shpejt se do të Matias për të pirë.
Edhe do pyet çfarë do të thënë çfarë diferencë ka nga ajo që është 550 me këtë që është 200, 300, më duket ishte 360, jo, po 360 ishte, jo 350 se ishte me ulje 360. Kështu tani ikim edhe merremi me dashurinë e jetës, se më ka i kyrimeli këtu në lartë, o zot i madh. Kështu, buzët nuk më janë në fqirë, sepse ai esencës është që mban 8 orë, a 24 ora 8 orë, por është super i mirë dhe mua më mban shumë. Kështu edhe shikoni që kam heqë të vetullat në këtë lloj mënyre kështu tani, po heq gjithmonë kështu sepse po më pëlqej, nuk më pëlqej më që i kisha vetullat deri këtu, o zot i madh, si mbaja tani, më duket fytyra si fytyrë tjetër, si më i ngritur, si më e tërhequr, ndërsa kur i mbajva vetullat kështu poshtë, shumë skandal. Nuk e di si ka mbatur, nuk i mbaj më. Edhe do i hap sërish më vonë kur të provoj edhe këta, se s'po më vjen emri i erë. Okej, vazhdoj merrem me Matias tani. Ja ku është Zulia ime që do për të pirë, do pinqumes, do ngrit në gjumë, do ngrit në gjumë, qanë jeta ime. Hajde. Hajde më jetë, hajde. Mama no. Atër kam e shtestë, po ne kam vendosur këti për mezi se më super dham. Jetë si po bëjt shumë si me jetë. Po bëjt shumë si me jetë. No. Jeta i meti. Jeta i me vogël. Matias. Përshëndetje që YouTube-in Matias. Përshëndetje. Mua më super më dhe mezi. Nga që jap Matias për të pirë, edhe rria shumë pish në fillim, por tani e kam mësuar pak me këtë jastëk, se e në të fityrën për pak. Kështu ve marim qumshin e Matias tani se na u bë gati. Ja si pushë neve direkt me sekonda. Hej, sa po mbarova Solari, Matias, rutinën e tij, edhe tani do vazhdoj ta vendos në gjumë, edhe kishte video ime për sot. Ju falenderoj që më ndoqët dhe do shihemi sërish tek videoradhës. Harrova të bëja videon e atyre si dolëm, por dolën shumë të shishme. Edhe ishte shumë e mirë dhe vlen, domethënë që ta merrni. Kështu do shihemi sërish tek videoradhës. So, bye. Bye dhe nga Matias. Ja ku është këtu, se kam bajmë kështu tani, mos të dali këtu në kamerë. Shihemi tek videoradhës. So, bye. Bye Matias. Bye shpirt. Ja po i tërgën vitëm buzat.